Punimet për ndërtimin e portit të ri të Vlorës në zonën e portit dhe të peshkimit vazhdojnë prej kohësh të mbeten pezull. Në zonën e triportit në Vlorë nuk po punohet më prej muajsh, pavarësisht se projekti, edhe sipas afateve, duhet të ishte futur në një fazë tepër të rëndësishme të punës. Sipas afateve kohore në fuqi, krijimi i projektit të portit të ri të Vlorës tashmë duhet të ishte realizuar në masën mbi 50%, por pavarësisht se afatet kalojnë, punimet janë pezulluar. Në triportin e Vlorës nuk kam asnjë shenjë nga nisja e punës për portin e ri të qytetit. Aty është punuar në fillim të këtij viti dhe më pas çdo gjë ka mbetur pezull. Sipas informacioneve, punimet janë pezulluar në muajin prill në fillimin e këtij muaji dhe më pas asnjë pjesë e projektit nuk është realizuar. Sot porti i ri i Vlorës vijon të mbetet në të njëjtën gjendje, fazë të punimeve që ishte edhe përgjatë muajit prill në Vlorë dhe aty ende nuk po punohet. Makineritë e tonazhit të rënd janë larguar nga ky port në pranverën e këtij viti dhe më pas punimet nuk kanë avancuar. Më konkretisht, aty është realizuar mbushja e trases se ku do të ndërtohet porti i ri i Vlorës dhe vetëm kaq. Traseja e portit të ri detar është mbushur me çakëll gur dhe mbetje inerte, duke dhënë përshtypje në fillim të këtij viti se punimet do të avanconin, por më pas me sa duket çdo gjë ka mbetur pezull. Avancimi i punës në momentet e para të jep idenë se projekti do të avanconte me ritme, por puna u ndërprer shumë shpejt. Sot që flasim nuk ka asnjë informacion se përse punimet janë pezulluar. Firma e cila po realizon këtë projekt deklaroi edhe publikisht se pas përfundimit së unazës së Tiranës do të vijonte punimet në portin e ri të Vlorës, por pavarësisht se unaza kryesore e qytetit ka përfunduar së ndërtuari, sërish në zonë nuk po punohet. Ndërkohë që në anën tjetër të këtij projekti, në ndërtimin e portit të jahte në Vlorë në vendin ekzistues së portit të ri të qytetit, punimet vazhdojnë. Por pavarësisht se punimet në këtë pjesë të qytetit vazhdojnë, për portin e ri detar të Vlorës ato kanë mbetur pezull. Në këto kushte rrezikojnë që në vazhdim porti i ri i jahteve të ndërtohet, ndërkohë që porti bregdetar i Vlorës të mos ketë ende një port të ri.